Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila dje caktoi për datën 15 prill seancën konstituive të kuvendit, theksoi sot se nuk do të përzihet në çështje koalicionësh, pavarësisht se sipas saj, në të kaluarën mund të ketë pasur president që e kanë bërë këtë gjë. Presidentja Osmani u shpreh besim plot se deputetët e kuvendit të Kosovës do të bëjnë çmos që kjo të jetë seancë e suksesshme, derisa bëri thirrje për konstituimin e shpejtë të kuvendit dhe formimin e qeverisë brenda afateve kushtetuese. Ju po ishini zhvillimet gjeopolitike, nuk është që globi na pret neve, kështu që është me rëndësi që sa më parë që të jetë mundur, por gjithsesi brenda afateve kushtetuese të kemi qeverinë e Republikës, së pari konstituimin e kuvendit, që është haruar, dhe pastaj qeverinë e Republikës së Kosovës, një kuvend funksional që e kryen edhe punën e mbikëqyrjes në raport me qeverinë, sepse Kosova ka shumë punë për të bërë, prandaj edhe një herë unë dua t'i uroj suksese deputetëve të kuvendit të Kosovës, cilët janë të vetmit që kanë të drejtë vote atë ditë pas betimit me shpresën që konstituimi do të jetë i suksesshëm. Kryeministri në detyrë e lideri i VV-s Albin Kurti ka nisur takimet me partitë politike të pakicave në kuadër të konsultimeve për formimin e qeverisë së re. Kurti bëri të ditur se shumë shpejt do të zhvillojë takime edhe me të tjerët, por pa specifikuar nëse një gjë e tillë do të ndodhë edhe me ndonjë prej partive shqiptare, që ka siguruar ulëse në kuvend. Kemi filluar me takime zyrtare me krejt të partive politike, para dite kanë qenë Emilia Rexhepi dhe Rana Drašić, do të vazhdojmë edhe me të tjerë. Ndërsa Partia Demokratike e Kosovës ka mbajtur sot mbledhjen e rregull të kryesisë, ku diskutua për hapat e ardhshëm pas caktimit të datës së konstituimit të kuvendit. Në njoftim thuhet se lideri i partisë Memli Krasniqi i ka informuar antarët për komunikimet e fundit me partitë parlamentare, me përjashtim të partive në pushtet, VV, Guxo dhe Alternativa. Në këtë mbledhje, Krasniqi ka theksuar se nëse partia që ka dalë e para në zgjedhje nuk arrin ta formojë shumicën e nevojshme, PDK-ja është e gatshme të marrë përgjegjësinë e saj në formimin e qeverisë së re, me Bedri Hamzën në krye të ekzekutivit, thuhet në njoftimin për medie.